Zënë presidenti i pas në Shqipëri Ardian Zaganjori, përpara jush foli presidenti Skënder Dota dhe theksoi që një pjesë e madhe e suksesit është edhe Ardian Zaganjori. Durime. Faleminderit suksesit i gjithë këtyre njerëzve që janë në krahët e mi. Unë pakta nuk më baja asnjë gjë. Shikojeni sa grupi i madh jemi, shikojeni sa të bukur e kemi goca, shikojeni sa të bukur e kemi djem. Gjithë policisë janë? Po gjithë policisë janë, ne do merremi të qesan, do të bëjmë edhe zgjedhjen e Miss Shqipëria, Miss Albania, Miss IPA Albania. Faleminderit shumë për ju për mbështetjen. Është një aktivitet që jam shumë i emocionuar. Era pa që bën Shqipëri dhe për herë të parë fiton skuadra IPA Albania. Nuk e di, auguri mirë për ndeshjen e ditës shtunë. Zaganjori, çfarë do të thotë për ju që këtë aktivitet e fiton IPA shqiptare, si ndiheni? Po si ndiheni? Ku di, unë kam 3 vajza, si ku t'jesh, ku t'ka një djallë. Në dy dash pa dash, është një knajsi jashtëzakonshme. Djemë na kanë ndëruar, nuk e kemi prit këtë rezultat, e kemi filluar si një diçka, po themi ne, sportive, para masish duke marrë grintën e miqve, shokëve, në grintën e Alban Xhaferi, grintën e Lazër Matis, thënë që arritme me këtë grup me kullushim që të fitojmë atë që quhet turneun e parë IPA në futboll. Ky trofe i sotëm është një nxitje edhe për vllazërinë që të luan në këtë stadium për të fituar titullin e 10 kampion. Si jemi këtu grupi do shkojmë me një zynë e Xhaferit, kërkojmë që si vjet vllaznia duhet dal kampion. Faleminderit çuna, faleminderit media, faleminderit gjithçka.